Ditë më parë kemi raportuar për një rrahje mes disa personave të mitur, ku përpasoj ishin shkaktuar lëndime trupore. Ngjarje e ngjashme ka ndodhur edhe sot. Disa persona që sipas pamjeve të siguruara nga televizioni janë të moshës së re, janë parë duke ushtruar dhunë fizike në pikë të ditës e mes kalimtarëve të shumt. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 12 në rrugën e njohur si Tranzite në Gjakov. Lidhur me rastin nga stacioni policor në Gjakov, zëdhënësja për informim dhe marrëdhënie me publikun Vlera Krasniqi për televizionin Syri ka thënë: Sot gjatë ditës është raportuar për një përleshje fizike në rrugën Adem Jashari. Njësitë e nevojshme policore kanë reaguar menjëherë ndaj rastit, mirëpo në momentin e arritjes në vendin e ngjarjes, palët e përfshira nuk ishin të pranishme. Aktualisht rasti është në fazë fillestare të hetimeve. Policia po vazhdon me veprimet hetimore me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave të ngjarjes si dhe identifikimin e personave të përfshirë në rast.